Mbrëmja kishte rënë qetë mbi shtëpinë e Big Brother Kosovës dhe banorët po përgatiteshin për gjumë. Alba u afrua drejt dhomës së gjumit ku tashmë ishin shtrirë labi dhe kushtrimi. Duke u futur në krevat për 3 leqe, atmosfera duke i relaksuese dhe banorët buzëqeshnin duke ndarë batuta të lehta pas një dite të gjallë, por pa pritmas, një erë e çuditshme dhe e fortë depërtoi në dhomë. Alba e ndjeu menjëherë dhe ngriti hundën, e habitur. Nga vjen kjo erë? Pyeti ajo, duke u përpjekur të mos qeshte dhe njëkohësisht të kuptonte se çfarë po ndodhte. Labi dhe kushtrimi ngritën kokat dhe për një moment heshtja mbuloi krevatin. Alba nuk mundi të qëndronte e qetë. E kjo era? Vazhdoi ajo, duke lëshuar një buzëqeshje të lehtë, por me ton pak shqetësues. Dolce, që deri atë moment kishte qenë jashtë dhomës, hyri duke u çudit sepse të gjithë po shikonin kaq serioz. Ah, kjo? Tha ajo, me një zë të qeshur dhe një lëvizje të dorës. Është era e çorapeve të Dolces. Na mbyti. Alba dhe të tjerët nuk mund të bënin dot pa qeshur. Atmosfera që sapo kishte qenë e qetë u kthye menjëherë në një moment humoristik, ku e gjithë lodhja dhe tensioni i ditës u harruan për pak. Vini re, thiri Dolce, duke e bërë situatën edhe më dramatike. Hajde, merr tangat dhe çorapet, se i ke lënë këtu në dhomën e gjumit. Alba, labi dhe kushtrimi shpërthyen në të qeshura. Ishte një ndër ato momente që nuk planifikohen, që nuk mund të parashikohen dhe që bëhen të paharrueshme për banorët dhe për publikun. Çorapet e lëna pas nga Dolce ishin bërë papritmas protagonistët e një nate qesharake dhe të çuditshme, që tregonte se në këtë shtëpi gjithçka mund të ndodhë. Ndërkohë që të tre shtriheshin përsëri në krevat, era u shpërnda, por e qeshura mbeti. Momenti nuk ishte vetëm për të bërë humor, ai krijoi edhe një ndjenjë bashkëjetese, një lidhje të çuditshme dhe të lehtë midis banorëve. Ndonjëherë nuk ka nevojë për gjëra të mëdha për të ndjerë afërsinë, ndonjëherë mjafton një erë e çuditshme dhe një tu.